Guvernatori i distriktit 2485 Shqipëri-Kosovë Arben Dushi zhvilloi një vizitë në klubin Rotarian Korça West, ku u prit ngrohtësisht nga anëtarët e klubit. Gjatë takimit u zhvillua një bisedë miqësore dhe frytdhënëse mbi projektet aktuale dhe ato të ardhshme të klubit, si dhe mbi nismat që synojnë të forcojnë bashkëpunimin rotarian në nivel rajonal. U shkëmbyen ide dhe përvoja të vlefshme për përfshirjen e komunitetit në projekte me impakt social, ndërsa guvernatori Dushi vlerësoi angazhimin dhe kontributin e klubit Korça West në mbështetje të zhvillimit lokal dhe të vlerave të rotarit. Unë jam këtu për diskutuar bashkarisht për rëçojnë e klubit, çështjet e anëtarësisë, projektet në cilat jeni përfshirë ose mundësitë për të përfshirë në projekte të reja gjatë vitit që jemi. Ju e dini situatën e klubit më mirë. Jam i hapur për çdo lloj pyetje, jam në dispozicion tuaj për çdo lloj ndihme që kërkoni nga distrikti. Dispozicioni im është maksimal për ta ndihmuar klubin tuaj. Është një fat i madh për distriktin që në Korçë ka 2 klube. Në përmbyllje u theksua se Korça West mbetet një nga klubet më aktive në rajon, i angazhuar vazhdimisht në mbështetje të komunitetit dhe në nisma që promovojnë solidaritetin, zhvillimin dhe frymën rotariane.